Mirë, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar partneritetin strategjik me Serbinë, në Kosovë kjo çështje mbetet e bllokuar prej më shumë se një viti tashmë, pas nisjes së bisedimeve, ato u ndërpren në janarin e 2025 dhe ende nuk ka ndonjë shenjë se kur ato do të rifillojnë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë disa kushte për Kosovën, të cilat duhet i përmbush. Natyrisht, kësaj duket se nuk i kontribon as refuzimi i Kosovës për gazin amerikan dhe për të hequr varësinë nga burimet energjetike që vijnë nga Serbia apo nga ana e Rusisë. Ndërsa situata politike vazhdon të mbetet e bllokuar, ende nuk ka një datë kur do të mblidhet parlamenti. Situata në lidhjen demokratike të Kosovës duket se ka penguar deri diku arritjen e një marrëveshje me vetëvendosjen për krijimin e institucioneve të reja. Për këto do të flasim në vim, kam në lidhje të drejt për drejt analistin Ardit Gjinali. Ardit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po e nisë fillimisht me këtë marrëveshje strategjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë, ndërkohë që Kosova, e cila është konsideruar vazhdimisht edhe nga Serbia si fëmia i perëndimit i Shteteve të Bashkuara, e privilegjuara e tyre, e ka të bllokuar këtë proces. Fatkeqësisht po, dhe 17 korriku ishte një datë patjetër jo shumë e këndshme, përkatësisht në atë firmosje apo hapje të procesit të dialogu strategjik mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë. Patjetër që Kosova konsiderohet si fëmia i perëndimit, por edhe në një familje shpesh kur dhe fëmia sillet në disa momente, ka episode të sjelljeve jo të duhura, patjetër që dhe familja në disa raste te i kalon në pikërisht në përkatësi biologjike. Kështu që dhe në këtë rast mendoj që dhe Kosova, e kur them Kosova, jo populli i Kosovës, por institucionet e Kosovës, përkatësisht qeveria e Republikës Kosovës, përmes mosveprimeve të saj, të paktën që nga viti 2023, ka kontribuar negativisht me qëllim apo pa qëllim, pikërisht në bjerrjen e këtyre marrëdhënieve, të cilat patjetër njohin tashmë pikat më të ulta dhe të palavdishme mes Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kosova dhe politika në Kosovë dhe përkatësisht pjesa e partisë parë apo partisë në pushtet, qeverisja e kaluar në mandatin e plot 2021-2025, apo dhe qasja dhe pas vitit 2025, pikërisht e lëvizjes vetëvendosje dhe e kryeministrit në detyrë dhe kryetarit të saj zotit Albin Kurti, shpesh ka rendur mas një ushqimi politik të dualizmit mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ku kinse Kosova paraqitej si më afër Bashkimit Evropian. Ky moment politik është një moment i dëmshëm dhe nuk duhet në asnjë mënyrë që të kultivohet dhe të kthehet në një qasje dhe sjellje të Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për Kosovën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë një. Për Kosovën nuk ka rëndësi dhe ato dallime që mund të jenë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çështje të tjera globale të rëndësishme në kontekstin e gjeopolitikës botërore, por për Kosovën, pikërisht këta dy aleatë të mëdhenj janë ata që kontribuan në shtetëformim, në shtet ndërtim, në shtet konsolidim, dhe nuk mund të ketë pikërisht ushqim të këtij dualizmi, i cili në fakt nuk ja kërkon askush Kosovës. Kosovës nuk ja kërkon askush që të marrë pozicion me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Thjesht ka një dyshe shkurtësi për të rendur pas një, le të themi, pozicionimi të pakërkuar të një pjesë të politikës në Republikën e Kosovës, dhe më saktë partisë parë, partisë më të madhe, për të dukur kinse më afër Bashkimit Evropian se Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po edhe Bashkimi Evropian nuk është... Dhe një fjali. Dhe nëse kemi ndjekur dhe deklaratat, edhe të qeverisë të shkuar pra pas votimit të dhjetorit, dhe tashmë, edhe qeverisë, edhe më parë në mandat 2021-2025, shpesh kemi vërejtur tokfjaqin integrim europian dhe jo integrim euroatlantik. Dhe pikërisht këto momente të shprehura dhe përmes retorikës, dhe përmes mënyrës se si është përcjellë dhe interpretuar gjithë boshti politikës jashtme, të bëjnë mendosh që pikërisht kjo qeverisje ka shkaktuar dëm Kosovës duke u pozicionuar në një pozicion të pakërkuar as nga Bashkimi Evropian, as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Dhe qëndrimi i fundit i zotit Konjufsa në Shtetet e Bashkuara dhe vonesa e tij për sa i takon pikërisht edhe deklarimit në SBA për sa i takon deklaratës ministrës Serbe, që ishte momenti më i dur pikërisht për të gishtuar atë deklaratë skandaloze të ministrës Serbe, pikërisht në Shtetet e Bashkuara, përpara hapjes së dialogut strategjik SBA-Serbi, mendoj që ishte e gabuar dhe në pas letra dërguar zonjës Kallas, ishte një hap që duhej bërë, po ishte një hap i vonuar. Edhe në kundër kohë kur veprimi politik duhet ishte pikërisht aty ku duhet. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm se ka një ardit. Po, tani, e para, sa i përket kësaj të dytës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë gjithë informacionin sepse ju shkon, apo edhe Bashkimi Evropian shkon nga ambasadat, pra nuk është se po prisin të takonin. Problemi është që me kë u takua dhe apati takim zyrtar Konjufca, që ta thoshte këtë gjëse, në qëse nuk të pret askush, s'ke ku t'ja thuash këtë gjë. Dhe nëse nuk u takua, pse nuk takohet Kosova sot? Dhe sa i përket Bashkimit Evropian, a mund të shkosh mbas një projekti kur ata të kanë mbyllur derën, sepse u bën 3-4, se mbaj mend tani edhe sa vite u bën që ka dorëzuar një aplikim, dhe as nuk e marrin në shqyrtim aplikimin. Dhe Kosova deri tani ishte edhe nën sanksionet të Bashkimit Evropian, pavarësisht sulmit të armatosur që ndodhi në Kosovë. Pra, për të vendosur pak, po them, Kosova ato prioritete që Bashkimi Evropian është një projekt, është një rrugë që duhet të shkosh, por a shkohet atje pa pasur edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, duke ditur raportet që Europa ka pasur përgjithsisht me shqiptarët dhe raportet se historia prandaj vlen ndonjëherë për të kuptuar ala ke pasur mik dhe partner dhe me kë ke pasur vetëm interesa. Është njëra anë e medaljes fakti që të gjitha fuqitë kryesore janë të informuara përmes përfaqësive të tyre diplomatike në vendet përkatëse. Kjo është njëra anë e medaljes. Dhe është tjetra anë e medaljes aftësia përkatëse e një shteti pikërisht për të dërguar dhe për të lobuar ndërkombëtarisht në lidhje me fuqizimin e pozitës së tij ndërkombëtare. Asnjëherë nuk ka munguar informacioni për Kosovën dhe në ato vite kur Kosova nuk ishte as pak shtet. Kujtojmë që zyra e SBA-s në Kosovë është hapur vitin 1996. Por nga ana tjetër, Kosova kishte një rrjet të fuqishëm lobimi ndërkombëtar, pikërisht për të inkurajuar, sensibilizuar dhe kultivuar marrëdhënie dhe nga ana tjetër për të sensibilizuar opinionin ndërkombëtar me situatën. Pra për të qenë historia. Sot jemi në një moment që Kosova është pikën më të ulët, nuk ka asnjë kontratë të firmosur në fare. Dhe nga ana tjetër, patjetër që shohim që niveli i takimeve mbetet në nivele shumë të ulta dhe pjesëmarrja e përfaqësuesve më të lartë Kosovës, përfshirë edhe ushtruesës detyrës zonjës Haxhiu, në samitin e Tivarit, kaloi pa u përmendur thuajse as pak, ishte thjesht një pjesëmarrje protokollare, pa përmbajtje, pa lëndë, dhe thjesht ishte një pjesëmarrje e Kosovës mekanike. Pra po shohim që pikërisht vendi në timin ndërkombëtar ka një vakum të tërë, i cili buron nga fakti i një qasje e cila herë është sovraniste nga njëra anë, dhe nga ana tjetër është një qasje e cila thjesht edhe vetëm kërkon që të kultivoj kohë politike, një kohë politike thjesht për llogaritë vogla, për të mos u përballur me sfidat që të kërkon si Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ju thatë me drejtë që po, Kosova deri në fund të vitit 2025 ka qenë në sanksionet e Bashkimit Evropian, aplikimi ka mbetur zyrtar, presidentat përkatëse ende nuk e kanë, presidentat përkatëse ende nuk e kanë shqyrtuar aplikimin, por patjetër që sfida kryesore që shqyrtohet aplikimi i Kosovës ka të bëjë absolutisht me përmbushjen e detyrimeve që Kosova ka qarshi dialogut Kosovë-Serbi nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, patjetër, edhe rishikimit të gjithë atij kuadri që i duhet Kosovës për të parafruar me Bashkimin Evropian apo të shkuar të vendit kandidat. Po pra, po edhe kjo kërkon garanci, sepse përmbush kushtet, pa garanci, kush do t'i japi garancinë Kosovës? Po pra, qeveria e Kosovës praktikisht është një partner fatkeqësisht jo i besueshëm, i cili ka dërguar, mendoj, pikërisht në këtë pozicion
jo të favorshëm të Kosovës, si ka shi patjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës, kujtojnë që dialogu strategjik Kosovë-SBA është pezulluar. Nuk është çështja që nuk është hapur, është hapur dhe është pezulluar, është edhe më e rëndë. Dhe ndërkohë hapet me Serbinë nga ana tjetër. Dhe ndërkohë shohim që nuk ka asnjë përparim edhe në atë që pretendohet që Kosova është 100% sipas zotit Kurti, pas takimit me zotin Kosova, që Kosova është 100% e harmonizuar me politikën dhe vizionin e Bashkimit Evropian, po as në këtë fazë nuk shohim asgjë të qëllësishme. Pra dhe aty ku pretendohet që ka një pozicionim të pakërkuar, siç e them, të zotit Kurti, dhe aty shohim që nuk ka kurfar hapi përpara, sepse në fund ditës vizioni SBA-s dhe IBE-s është një për sa i takon Republikës Kosovës. SBA-BE ndërtuan Kosovën, SBA-BE pavarësuan Kosovën, çliruan Kosovën, ndërtuan shtetin e Kosovës, dhe patjetër që në fund të ditës, pavarësisht ndonjë dallimi, në fund të ditës të dyja janë në të njëjtin gjatësi vale për sa i takon çështjeve të Republikës Kosovës dhe sfidave që Kosova ka. Mirë, tani, se nuk është i gjithë problemi vetëm i zotit Kurti, sepse ne kemi një vit e gjysmë pa qeveri në Kosovë, pa institucione, tashmë duket se vendi është sërish në një rrugë pas zgjidhje, pasi problemet në lidhjen demokratike të Kosovës natyrisht do të shkaktojnë edhe probleme në arritjen e një marrëveshje të paktën për zgjedhjen e presidentit, edhe pse duket se bisedimet mes vetëvendosjes dhe LDK-s u fokusuan të paktën nga ajo çfarë është publikuar në media, edhe tek një bashkëqeverisje ku LDK-ja do të ketë poste në qeveri, kryetarin e parlamentit dhe presidentin do ta mbajë vetëvendosje. Institucionet në Kosovë kanë përshtypjen po mbajnë peng edhe progresin në marrëdhëniet me aleatët. Mendoj që progresi në marrëdhëniet me aleatët nuk ka shkëlqyer edhe në periudhën ku institucionet ishin. Dhe mendoj që ndonjëherë krijimi i institucioneve është shkaku, apo nëse e themi në zhargon sebepi, ndoshta s'është termi i duhur, por në fakt ky banalitet këtë meriton, është sebepi për të justifikuar dështimet, mosarritjet, dhe megjithatë mendoj që janë mosarritje të qëllimshme, jo mosarritje për që burojnë nga paaftësia. Dhe kështu që mendoj që moskrijimi i institucioneve nuk ka të bëjë shumë me progresin në marrëdhënien me ndërkombëtarët dhe me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, sepse pezullimi i Services Defense ndodhi atëherë kur institucionet ishin solide. Sanksionet ndodhen kur institucionet ishin solide me Bashkimin Evropian. Por në fund ditës edhe pezullimi nga dialogu me strategjik me SBA-n, kriza ende nuk kishte arritur në këtë fazë, pra ishin muajt e parë të krizës në shtator, pra kishte kaluar shkurt shtator, por sërish nuk ishin në këtë fazë. Pra nuk ka, apo më saktë, dhe dialogu u hap kur kriza kishte filluar. Pra, nuk jemi pikërisht për shkak të institucioneve dhe mungesës institucioneve jemi në këtë moment, jo. Jemi për shkak një sjellje të atij fëmis përkëdhelur, i cili sillet si një fëmijë i llastuar, duke ditur që ka siguritë e familjes, por në fund fare shpërdoron të gjithë dashurinë, mirësinë dhe të gjithë atë komfort dhe reati që familja jep. Dhe më pas, se habitet që familja ka hequr pak vështrimin nga fëmia që nga i përkëdhelur kthehet në një fëmijë planprishës, pavarësisht që në fakt është një fëmijë i brisht që ende ka nevojë për shumë çka derisa të arrijë atë rritjen, e cila në fakt nuk mund të ndodhë pa kujdesin e kësaj familje të madhe politike ndërkombëtare që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Organizmi i këtij fëmijë është i brisht dhe pikërisht kujdestarët e këtij fëmije nuk po kujdesen që pikërisht të organizëm të brisht ta forcojnë, po brenda asaj po ja bjerrin atë brishtësi, e cila është baza për sa i takon rritjes, po në vend që kjo bazë të përdoret për rritjen, kjo bazë po përdoret për mbijetesë. Dhe Kosova, si është kthyer në një aktor mekanik të mbijetesës politike, ku ka siguruar kufit, por politikisht është në ndryshim. Dhe kjo patjetër që është përgjegjësi kryesore e partisë së parë, e kryeministit detyrë, dhe cila do të qoftë përgjegjësia e partive opozitare, në fund ditës përgjegjësia është shkallëzuar, një cilavdia e fitores, e cila i jepet atij që arrin, me drejt apo pa drejt histori tjetër, por ai është vullneti i qytetarit. Nga ana tjetër përgjegjësia është shkallëzuar. Nuk ka përgjegjësi tek pakica, lavdite shumica,
dhe shumica është e pafajshme dhe pakisa është gjithmonë fajtorja. Nuk ndodh shumë. Çfarë po ndodh? Po, për ta mbyllur. Që shkojmë pak. Jo, te Lidhja Demokratike e Kosovës, çfarë po ndodh në këtë parti? Një tjetër përçarje e saj, çfarë pritet pas këtij procesi? Shikoni. Ardit, mjafton gjesti që u bëre për ujë sa përmenda LDK-n për të kuptuar se ku janë. Jo, është bata. Është bata. Jo, është bata. S'ka gjë, edhe për ujë mund të bëj, se ka që nga ndarja nga jeta ish presidentit Rugova që ajo parti kalon nga kriza në krizë. Faktikisht. Me gjatë do ujë është bata. Së pari, mendoj që për sa kohë që vullneti i zgjedhjes shtatëqershorit pas votave të Mërgatës shkoi sërish në përcaktimin që vetëvendosja ishte forcë e parë që mund të sigurojë qeverisjen e vetme, mendoj që nuk ka nevojë për koalicion qeverisës mes vetëvendosjes LDK-s apo vetëvendosjes e një partie tjetër. Pra vetëvendosja ka të drejtën dhe përgjegjësinë për të qeverisur e vetme në Republikën e Kosovës në mandatin përkatës 2026-2030, nëse nuk do të ketë zgjedhje ose për shkak të krizës apo zgjedhje parakoshme gjatë mandatit. Për sa i takon Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës patjetër, siç e thatë dhe ju dhe siç e kemi thënë ne të bashkë në hapësirën tonë apo në hapësira të tjera, patjetër që proceset komplekse kanë filluar prej janarit 2006 fatkeqësisht. Këto procese kanë vijuar dhe përtej ulljeve dhe ngritjeve, gjithsesi problemet kanë qenë aty. Shpesh janë mbuluar, kanë qenë të fjetura, të akumuluara, ka patur patjetër tentativa për ndryshim në vite, disa ndryshime janë realizuar, disa tjera kanë mbetur dhe më pas sërish janë ngritur problemet që vinë përgjithsisht pas rezultateve zgjedhore, të cilat në fakt nuk kanë qenë të lakmueshme dhe jo vetëm pas shkurtit 2025, por nuk kanë qenë të lakmueshme të paktën prej vitit 2017, kur LDK për herë të parë ka dalë forcë tretë, mos ta harrojmë. Dhe patjetër në vitet përpara kur gjithsesi ka qenë forcë e cila ka dalë e dyta, por që nuk ka fituar zgjedhjen në fakt prej pavarësimit të Republikës Kosovës. Mendoj që në Lidhjen Demokratike të Kosovës, përtej të gjitha dallimeve që janë mes aktorëve politik kryesor brenda kësaj partie, mendoj që 10 deputetët më të votuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra që përfaqësojnë vullnetin e certifikuar të votuesit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, bashkë me 7 kryetarët e komunave, mendoj që duhet të nënshtrohen një dialogu politik mes tyre, përmes disa të vërtetave të cilat burojnë që për këtë vitit largët 2006, dhe nëse kujtoj këta 17 zotëri e zonja, aty i gjenë të gjithë. I gjenë që nga 2006 dhe në vitin 2026. Aktorë të ndryshëm politik, të cilët janë në periudat të ndryshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe këta zotëri e zonja mendoj që duhet që dizison disa të vërteta politike në sy njëri tjetrit. E kam shkruar në një hapësirë tjetër, e vërteta është pak e hidhur për çështjen e medikamentit. Në fillim është i hidhur, por pastaj shëron. Kështu që dhe këta zotëri të zonjat, duke thënë disa të vërteta përballë njëri tjetrit, jo në sytë e publikut, dhe kjo nuk është mungesë transparence, po pikërisht për të mos inxhinieruar një zhurmë të madhe që ngrihet mbi LDK-n, e si në fakt është një zhurmë e tepruar, po ta mendojmë, e sponsorizuar, dhe nuk ka droje për ta thënë dhe këtë, kjo është një zhurmë e sponsorizuar dhe inxhinieruar për të hequr vëmendjen nga problemet kryesore të Kosovës, ku ka dhe një diversion nga segmentet partisë në pushtet të cilat qinse marrin pozicione ndaj një krau të caktuar Lidhja Demokratike e Kosovës pikërisht për ta shtuar dhe për ta shtuar në më tej pikërisht atë përçarje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këta zotëri e zonja nuk duhet bien kurs e asnjë momenti jashtë Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët kërkojnë që të shohin pikërisht atë, siç e përdorin Kosovë hallakamën. Po kush po e kërkon, sepse për shembull vetvendosja thotë se po e don PDK-ja. PDK-ja thotë se është vetvendosja ajo që kërkon ti përçaj. Shikoni, unë mendoj që për këtë që thash,
mendoj që thash mjaftueshëm brenda asaj që mund të thuhet. Pastaj kush modestisht po ndjek dhe mendon që mund të dëgjoj, le të dëgjoj. Por mendoj këtë, që secili për këtyre zotërive dhe zonjave, pjesë e lidershipit jetë demokratia e Kosovës, nuk duhet bie prerë as e emocionalitetit individual, edhe as e faktit që fuqi të tjera politike në Kosovë jashtë LDK-s kërkojnë që të shohin një konflikt të brendshëm të zgjeruar në LDK. Po pra, po tani ka edhe një gjë, tani, Ardit, se do me thënë të gjitha palët që janë brenda, po them, kësaj përplasje në LDK, akuzojnë njëra tjetrën se njëra thot që zotja Abdigjiku shkoj të bëj marrëveshje për bashkëqeverisje dhe t'i lërë presidentin vetëvendosjes, pra po bëhet vegël e vetëvendosjes duke parë edhe eksponent të vetëvendosjes që i kanë dalë në mbrojtje, nga ana tjetër të tjerët që janë kundër. Po prit të mbaroj. Po pra, po edhe të tjerë që i kanë dalë kundër kësaj marrëveshje dhe kanë qenë kundër zotit Abdigjiku dhe që kanë bërë edhe betejë kundër Albin Kurtit, ata që kanë të PDK-s, me qenë se nuk duan bashkëqeverisje me LDK-n, sepse tani ka çështje të ndryshme. Dhe fakti që zoti Abdigjiku shkon me Vjosa Osmanin, që nuk ka asnjë funksion në LDK, edhe kjo natyrisht që nuk do t'i gëzoj ata të LDK-s që kanë luftuar edhe kundër zonjës Osmani dhe vetëvendosjes. Pra, tani, po pa tjetër, thjesht po t'i them që janë të dy argumentat dhe ne nuk e dim se cili është i vërteti në këtë. Shika, personalisht, në ato rreshta që thash më lart, nuk insinuova asgjë në lidhje me personalitetet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët mund të kenë linjë të kundërt me zonën Abdigjiku. E thash dhe e them, segmentet brenda vetëvendosjes, të cilat dalin gjoja në mbrojtje të zotit Abdigjiku, është një diversion i pastër dhe i turpshëm për të futur hundën në çështjet e një partie politike. Dhe ky është diversion i turpshëm, po. Dhe ata e bëjnë këtë vetëm për të ngritur dhe për të kultivuar pikërisht një lloj kryevritje politike brenda LDK-s, për të bërë LDK-n pikërisht edhe më të brisht edhe më të përçarë, edhe për të kultivuar përçarin. Dhe thash që ata zotërinë e zonja të cilët kanë diferencat e tyre të drejta ose të padrejta, por është të drejtën e tyre, si rezultat i kontributit të tyre politik që të mendojnë ndryshe nga lidershipi i Demokratisë të Kosovës, thjesht dhe vetëm nuk duhet lejojnë që emocionaliteti i tyre i shprehur dhe publikisht të keq përdoret nga segmente jashtë Lidhjes Demokratike të Kosovës, segmente të ndryshme, të cilët kërkojnë që të kultivojnë, siç e thash edhe një herë, të farë përçarëse brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra unë të paktën personalisht nuk insinuova asnjë moment për asnjë personalitet që ta pozicionoj këtu apo atje. Po, e them në ligjërat drejt, diversion i turpshëm dhe i ndyrë i vetëvendosjes për gjëtinse në mbështetje ndaj zotit Abdigjiku, pikërisht për të dobësuar dhe më tej pozicionin e zotit Abdigjiku brenda LDK-s. E kuptoj. Ky po këtë e them dhe e them pas një lloj droje në përgjegjësinë time individuale. Për sa i takon pjesës tjetër, unë nuk insinuova asgjë. Për sa i takon personalitetet tjerë të LDK-s, po, unë modestisht mendoj që secili personalitet i LDK-s ta diskutoj brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, të sqarojnë ato të vërteta me njëri tjetrin që kanë, secili ka momentet e veta të përgjegjësisë në vite flas. Kuptoj. Dhe këtu nuk dua të relativizoj asnjë përgjegjësi, por problemet kanë filluar herët, nuk kanë filluar dhe këtu sërish e them që nuk kam asnjë interes personal që të amnistoj askënd, por në logjikën e një komentatori që mendoj që jam i ftohtë larg interesave të ngushta, mendoj që problemet kanë filluar herët dhe duhet ngishtuar pikërisht nga momenti i parë dhe duhet gjetur një marrëveshje e madhe politike e brendshme. Marrëveshje politike, jo interpretim normash statutore. Mendoj që kuvendi i jashtëzakonshëm të çdo qoftë rezultati i tij nuk është zgjidhja e problemit. Marrëveshja politike e qartë, një nisje e re, nga zero, jo duke harruar çfarë ka ndodhur, por duke i thënë ato të vërteta, duke nxjerrë cilën ato të vërteta dhe për një fillim dhe një rrugë të re. Ky është momenti, mendoj, që i shërben Lidhjes Demokratike të Kosovës. Më pas kuvendi do të bëhet një ditë, një moment do të bëhet, rezultati do të jetë ose shkarkim ose konfirmim, por nuk e zgjidh problemin.
Mirë, ditë, falenderoj shumë, presim se çfarë do të ndodhë. Në ditën e vitit ndoshta do të jemi më të qartë. Faleminderit shumë. Po mbarë. Shkëputje për një hapësirë publicitare.